duke u ndisur nga një ajet që Allahu Azza wa Jalla përmend në librin e tij në Kur'anin famëlar, kur përmend besimin dhe se si Allahu i lartësuar e ngjason atë me pemën e mirë, thot Allahu Azza wa Jalla: "Daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fi as-sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha." Thot Allahu i lartësuar ka dhënë shembull Allahu Azza wa Jall fjalën e mirë me pemën e mirë, e cila i ka rrënjët e saj thellë në tokë dhe frytet e saj i jep me lejen e Allahut Azza wa Jall. Në këtë ajet Allahu i lartësuar fjalën e mirë dhe kihet për qëllim tauhidi, njësimi Allahut dhe besimi, e ka bërë shembull me pemën e mirë, të cilat i ka rrënjët e saj thellë në tokë dhe frytet e saj i jep me lejen e Allahut Azza wa Jall. Frytet e kësaj pemës janë frytet e besimit, si dhe frytet e pemës të cilët kanë shijen dhe ëmbëlsinë e tij, kanë ëmbëlsinë e tyre, ashtu dhe Allahu Azza wa Jall i ka bërë frytet e besimit me shije dhe ëmbëlsi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke drejtuar dhe duke treguar se si janë frytet dhe ëmbëlsia e besimit, në hadithin që e transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, nga hadithi e Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, shërbëtori pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman." Tri gjëra, tri vepra apo tri cilësi nëse gjenden tek një person, atëherë ai e ka ndjerë dhe e ka shijuar ëmbëlsinë e besimit. Ashtu siç dhe frytet e pemës kanë ëmbëlsinë e tyre dhe shijen e tyre, ashtu dhe besimi në zemrën e besimtarit ka shijen e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "En yakun Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma." Të jetë Allahu Azza wa Jall dhe i dërguar i tij më i dashur tek ai se çdo gjë tjetër. "Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Dhe ta do një person dhe mos ta doj për diçka tjetër vetëm se për hir të Allahut Azza wa Jall. "Wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakraha an yuqdhafa fi an-nar." Dhe të urej, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ai të kthehet në mosbesim, në mohimin e Allahut Azza wa Jall, ashtu siç urren ai të hidhet në zjarr. Këto tri cilësi nëse gjenden tek një besimtar dhe në zemrën e tij, atëherë ai me të vërtetë e ka shijuar ëmbëlsinë që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë besimit. Dhe gjëja e parë e tyre cilësive është dashuria, që ka robi për Allahun Azza wa Jall dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe dashuria e Allahut është baza e çdo adhurimit dhe prej tij rrjedh çdo dashuri tjetër, dhe dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e bën besimtarin që të arrijë dhe të shijojë besimin e tij. Dijeni të nderuar vëllezër, se shenja më e mirë që mund të dalloj personi se valla ai e don Allahun Azza wa Jall dhe të dërguarin e tij, është atëherë kur tekat dhe egoja e tij personale vihet në urdhrat e Allahut Azza wa Jall dhe në urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dëshiron të dish dhe të peshosh veten tënde me urdhrat e Allahut Azza wa Jall dhe dashurinë që ke ndaj Allahut të lartësuar, atëherë shiko veten tënde në gjërat të cilat ti dëshiron ndaj gjërave që Allahu Azza wa Jall të ka urdhëruar për të vepruar. Nëse ti jep përparësi urdhrave të Allahut Azza wa Jall, atëherë ti e ke shijuar ëmbëlsinë dhe ti e don Allahun Azza wa Jall. Por nëse tekat e tua dhe dëshira e jote vihet kundrejt urdhrave të Allahut dhe ndalesave të tij, atëherë kjo tregon dobësimin e dashurisë së Allahut Azza wa Jall që gjendet në zemrën tënde. Si dhe ashtu, cilësia e dytë që përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është që ta duash një person dhe mos ta duash atë vetëm se për hir të Allahut Azza wa Jall. Dhe të flasësh për dashurinë ndaj vllait tënd, ndaj muslimanit që duhet të ketë besimtari për hir të Allahut, tema është e gjatë dhe hadithet janë të shumta. Por se do të mjaftohemi me një hadith që transmeton Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, të cilin e transmeton
Imam Tirmidhiu në sunenin e tij ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna lillahi ibadan laysu bil anbiya'i wala shuhada. Me të vërtet Allahu azza wa jall posedon njerëz për krijesave të tij. Ata nuk janë pejgamber. Ata nuk janë pejgamber dhe nuk janë dëshmor. Taqbiduhumul anbiya'u wa shuhada. Por se pejgamberët dhe dëshmorët në ditën e gjykimit do t'i kenë ata zili. I than shokët e tij: O i dërguari i Allahut, men hum, o i dërguari i Allahut, na trego se cilët janë to persona. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: hum qaumun tahabu fillah ala nurin min Allah. Ata janë popull të cilët duhen për hir të Allahut azza wa jall. Janë njerëz që dashuria dhe afrimiteti i tyre nuk i lidhi vetëm se për hir të Allahut. Manabiruhum min nur, wujuhuhum nur wa manabiruhum min nur. Fytyrat e tyre janë dritë ditën e gjykimit. Dhe vendi i tyre të cilët do jenë para Allahut azza wa jall do të jetë i shëndritshëm. La yahzanuna yawma yahzanuhu nas. Ata nuk mërziten atëherë dhe nuk trishtohen atëherë kur njerëzit drishtohen dhe nuk mërziten atëherë kur njerëzit mërziten. Gjithashtu cilësia e tretë që përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dëshiron ta ndjesh ëmbëlsinë e besimit, është që ti ta urresh kthimin tënd në mohim dhe në kufër, ashtu siç urren që ti të hidhesh në zjarr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i këshillonte sahabët e tij dhe shokët e tij që të ishin të qëndrueshëm në këtë besim, të ishin të qëndrueshëm në fenë e Allahut azza wa jall, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është drejtuar Abu Hurairës radiallahu ta'ala anhu: Mos i bëj shok Allahut azza wa jall, la tushrik billah wa in qutilta aw hurikta. Mos i bëj shok Allahut azza wa jall në adhurimin e tij, edhe nëse ti detyrohesh të vritesh apo nëse ti hidhesh në zjarr. Nëse ti i plotson të tre cilësi, atëherë me të vërtetë Allahu azza wa jall do ta mundsoj që ta ndjesh ëmbëlsinë e këtij besimit dhe të jetosh në ëmbëlsinë e tij, gjë për të cilën Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, ka thënë në fjalën e tij: Inna fid dunya janna wa la yadkhulu al-jannata al-ma'ud man lam yadkhul fiha. Me të vërtetë në këtë dynja Allahu azza wa jall ka bërë xhenet. Në këtë dynja Allahu i lartësuar ka bërë xhenet dhe nuk do të hyjë në xhenetin e premtuar, të cilën e ka premtuar Allahu azza wa jall ditën e gjykimit, ai person i cili nuk ka hyrë në këtë xhenetin e kësaj dynjas. Ndaj elus Allahun azza wa jall që të na mundsoj t'i veprojmë këto tre cilësi dhe t'i plotësojmë në zemrat tona në mënyrë që ta ndjejmë ëmbëlsinë e besimit. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum.